Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit të 7, gjithë ju që po ndani këto momente me ne dhe gjithë besimtarëve të fesë islame, më lejoni që në emër të televizionit 7 ju uroj festën e Kurban Bajramit. Do t'jemi së bashku për 30 minuta dhe këto janë disa nga ngjarjet kryesore që kanë shënuar këtë ditë. Besimtarët e fesë islame kanë festuar Kurban Bajramin, Muftiu Naim Tërnava në këtë ditë ngresh shqetësimin për rënien e natalitetit, kërkon veprime nga qeveria e Kosovës. Festa urohet nga liderët politik në vend të cilët vizituan Bashkinë Islame të Kosovës. Në Kosovë mbi 11.000 persona bartin emrin Bajram, sipas Agjencisë së Statistikave. Komuna e cila prin me këtë emër është ajo e Prizrenit. Sociologët rrëfejnë arsyen pse kosovarët pakzohen me emra të tillë. Festën e Kurban Bajramit jo të gjithë e festuan me familje, punëtorët e kompanisë pastrimi edhe sot vazhduan grevën në ditën e tyre të 16. Këtij veprimi sindikal thonë se largimi i tyre mund të realizohet lehtësisht nëse plotësohen kërkesat që ata kanë. Në një ditë para përballjes në futboll mes Shqipërisë e Serbisë, ekipi serb tashmë ka arritur në kryeqytetin shqiptar. Policia shqiptare ka marrë masa të rrepta gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri. Ekipi serb mori me vete edhe kuzhinjerin për t'ua përgatitur ushqimin, të 7 raporton direkt nga Shqipëria. Prishën raportet mes presidentit të SBA-ve Donald Trump dhe miliarderit Elon Musk. Madje ky fundit në rrjetin social X akuzoi presidentin për përfshirje në dosjen e Jeffrey Epstein që akuzohet për trafikim seksual dhe pedofilizëm. Me Trump thotë se Musk është çmendur. Në xhaminë e madhe në Prishtinë sot u mblodhën besimtarë të fesë islame për ta falur namazin e Kurban Bajramit. Me surime, shpatje dhe kritika nga Muftiu Naim Tërnava sa i përket rënjes së natalitetit në vend. Për këtë kërkoi veprime edhe nga qeveria e Kosovës. Në orën 5:30 secili kishte zënë vendin e vet. Qindra qytetarë u mblodhën në xhaminë e madhe të Prishtinës mëngjesin e së premtes. Fillimisht për faljen e namazit të mëngjesit e më pas atë të Kurban Bajramit. Paraprakisht prisi u rikujtoi rregullat. Pas tij nisi dhe falja e namazit të festës së Kurban Bajramit. Kur ky ritual përfundoi, pranë qytetarëve doli Muftiu i Bashkisë Islame Naim Tërnava. Tërnava nisi me lutje. Le të kumboj ky Bajram si një thirrje e qartë për më shumë dashuri, për më shumë drejtësi. Pas tyre, Muftiu i Bikut ngriti shqetësimin për rënien e natalitetit në vend. Në këtë kohë, Kosova po përballet me një rënje serioze të natalitetit. Familjet e reja ngurojnë të lindën më shumë se 1 apo 2 fëmijë për arsye të ndryshme, shpesh ekonomike, por edhe për shkak të frikës dhe pasigurisë. Disa po migrojnë nga Kosova dhe vendet e tjera shqiptare. Tërnava pati një propozim edhe për qeverinë e Kosovës. Shteti duhet të ketë strategji konkrete për ndihmë ekonomike, arsimore, shëndetësore dhe sociale për këto familje dhe këta fëmijë. Dhe çdo çift të cilët kanë 4 më shumë fëmijë, i propozoj qeverisë që t'ia dhurojë të gjithëve nga një banesë, gratis. Edhe njëherë pranë besimtarëve u bë lutja e fundit. Bekoj familjet tona, fëmijët tanë, vendin tonë dhe bashkësinë tonë kudo që ndodhen, me paqe, begati, harmoni familjare, shëndet. Përqafimet e urimet filluan. E një nga shqetësimet që ngritën qytetarët këtë ditë feste ishin zhvillimet në kuvend. Për Kosovën kishë nga dorë të viva, Allah e mundet se largë shumë jemi me afru këtë popull në me veti se unë nashta po gaboj kur që këtë popull maj hasmum në me veti nuk u konë se sot. Mlidhen mend kuvendi e deputet e Kosovës nuk e bojnë këmle me kesh bota me ne. Se shkoj tepër, edhe mi marrë me ditjet e këti popullit, i shala barna për trupin e vetë, i shfrytëzoj për familje, s'ka faj, veç për trupin e vetë. Qytetarët bën thirrje edhe për solidaritet e paqe. Kush është edhe me pajtuar me vëlla, me pajtuar me familje, edhe kjo është pjesë që e përgësujmë krejt, edhe dëshëria s'ka me madhe me mirë.
Politikën nuk e la anash as nga hapësirat e Bashkisë Islame të Kosovës, Muftiu Naim Tërnava. Nga aty gjersa priti kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk mungoi humori sa i përket konstituimit të kuvendit. Sidoqoftë, festa u urua nga gjithë pristit politik që ishin për vizitë në BiK. Një desha mi shku krejtë antarë të parlamentit, një tonë edhe prejnë të një. Bashkë me këtë, të i shkën marë dhe mire. Propozimin e njëjtë si Agim Bahtiri, opozitës, Albin Kurtit ja bëri Naim Tërnava. Kështu me pak humor nisi biseda në pritjen e kryeministrit në detyrë tek Muftiu i Kosovës. Ky i fundit nuk e la pa e ngacmuar pak edhe zëvendës kryeministrin në detyrë Besnik Bislimi. Në apërt si e në qaqë për mi, ala ta apërt për mi. Sidoqoftë, festa e Bajramit u urua nga të gjithë të pranishmit. Urime festa e Kurban Bajramit të gjithë besimtarëve musliman. Sot dhe jo vetëm sot, le të ndihmojmë ata që kanë më së shumti nevojë dhe le t'ja përkujtojmë vetë vetës e njëri tjetrit për rëndësinë që ka sakrifica dhe solidariteti për një shoqëri të mirë, të mbarë e të drejtë. Ndonë se jo kreu i partisë së dytë edhe nga PDK pati përfaqësues që vizituan Bashkësinë Islame të premten. Ne që kjo ditë e sakrificës, kjo ditë ku duhet të gjindemi pranë atyre që janë me nevojë, atyre të cilët kalojnë momentet vështira në shtetin tonë, edhe pikërisht edhe kjo është një ndër arsye që falenderova dhe përgëzova Muftiun Tërnava për krejt angazhimin e tyre dhe Bashkisë Islame për familjet me nevojë në vendin tonë. Tërnava e priti edhe kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili uroi Bajramin si festë të sakrificës. Kjo ditë dhe kjo festë e sakrificës le të na shërbej si mësim për devotshmërinë ndaj krijuesit, si mësim për solidaritet ndaj njëri tjetrit, si mësim për dashuri ndaj vendit dhe Republikës Kosovës. Ndërsa lideri i AK-s Ramush Haradinaj uroi bashkë me Muftiun që vendit t'i çelin rrugët për zhvillim. Që është dëshmoni i solidariteti madh i ndërsjell edhe i kanë gëzuar shumë familje në vend. Ne kemi plot sfida në vend, uroj që na i çel Zoti rrugë si popull, që vërtet e meritojmë zhvillimin, e meritojmë të mirën. Për urim tek Bashkësia Islame gjatë ditës ishte edhe përfaqësuesi i presidencës dhe drejtuesit e policisë. Presidenti Vjosa Osmani ka uruar muslimanët me rastin e festës Kurban Bajramit. Ajo ka përcjell urime për paqe, harmoni dhe begati. Osmani ka thënë se Kurban Bajrami është thirrje për reflektim mbi vlerat më të larta njerëzore. Kjo festë shpërfaq shpirtin e solidaritetit, na kujton në rëndësinë e sakrificës, përkushtimit dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit. Kurban Bajrami është një thirrje për reflektim mbi vlerat më të larta njerëzore dhe për forcimin e lidhjeve, dashurisë dhe mirëkuptimit ndërmjet nesh. Në këtë ditë të veçantë uroj që në secilën shtëpi të mbizotroj gëzimi, shëndeti dhe dashuria. Qoftë kjo festë një burim frymëzimi për një të ardhme më të ndritur, me më shumë dëmshuri, mirësi dhe respekt të ndërsjellë, shprehur presidentja. Emrin Bajram e mbajnë mbi 11.000 persona në Kosovë sipas Agjencisë së Statistikave. Me syre edhe një qytetar nga Feriza, i cili tha se këtë emër ka të trashëguar nga gjyshi i tij. Në mesin e qyteteve ku dominon emri Bajram është ai i Prizrenit. Emri që mbani jep dy fish për gjithësi. Bajram Bajrami nga Feriza i ka trashëguar emrin e gjyshit të tij. Veç kësaj, për Bajramin, ky pagzim simbolizon paqe e festë. Atëherë është shumë interesant, ky emër është përcjell gjenerat pas gjenerate. Do të thotë unë, babi, fëmija ime din gjithmonë që një gjenerat më lart që ka pas emrin edhe pa e mri hiç me një farë mënyre. Djali ime ka emrin Recep, unë Bajram, babi Recep, gjyshi Bajram. Do të thotë kështu ka vazhduar ajo tradita, është ofër dhe gjenerata të cilat më ka treguar prindi faktikisht. Ai tregon edhe atmosferën që krijohet kur festohet festa e Bajramit. Shumë mirë, sidomos kur janë festat e Fitër Bajramit dhe Kurban Bajramit, pasi që shpesh herë ndodh që krijohet një atmosferë interesante, pasi që më thotë tira Bajram, nuk ta urova Bajramin, unë e kthejna ai pashë aty të koforaj. Bajrami konsideron që emrat si të tij duhet të vendosen ende. Unë po besoj që është diçka që duhet praktikohet, ndoshta në të ardhmen
po fillon të zhdu kjo, mirë po është një farë respekti edhe për bobin, edhe për gjyshin, edhe për familjen komplet. Si Bajrami në Kosovë janë edhe 11.580 tjerë, kështu rezulton Agjencinë e Statistikave të Kosovës. Madje mes tyre 9 gra janë pagzuar Bajram e 11.572 janë burra. Këtu prim Prizreni me 1.046 Bajrama. Sociologu Halim Emrullahu tregon arsyen pse kosovarët pagzohen me emra të tillë. Emrin Bajram të lënjes së emrave nga fakti dhe akti i kësaj ceremonie ka të bëjë për shembull me një shoqëni që thellësisht mësimet dhe praktikimet e tradicionales. Ndërkohë në Agjencinë e Statistikave të Kosovës në vitin 2023 u regjistruan veç 3 qytetarë me emrin Bajram. Festa e Kurban Bajramit, disa nga qytetarët e Kosovës nuk i gjeti pranë familjeve të tyre. Punëtorët e kompanisë pastrimi këtë ditë pritën grevë, duke thënë se ndërprerja e këtij veprimi sindikal është e thjesht mjafton të plotësohen kërkesat e tyre. Presim nga regjia derisa të jetë gati kronika për transmetim. Ëmbëlsirat i morën me vete, por festën nuk po e kalojnë me familje. Punëtorët e kompanisë pastrimi vazhduan protestën e tyre para komunës së Prishtinës edhe për Kurban Bajram. Për ta dhënë mesazhin e tyre në ditën e 16 të grevës, këta u ndanë në grupe. As penal, mos për Bajram as grevën. Marrët vendimi i fundit. Sot një krejt sot? Po s'janë krejt, po do janë komparaditë, do me ndrimi jena. Largimi i tyre nga ky vend thonë se është tepër i thjeshtë, plotësimi kërkesave që i kanë. Kërkesat janë, pare që i kanë kasu Prishtina me dorëzum pastrim, me dalë me thirrje publike, me pagum pastrim, edhe më marrë me do çështje tjera të cilat i takojnë punëtorëve, pak më shumë. Momentin që dalin, më falë se ndërpreva, momentin që dalin ato tyra që i ka kasu Prishtina, me emra me mbi emra për qytetarët që të rregullohen gjanat të kthehen si duhet, atëherë na ecën piktujt. Pavarësisht qëndrimit këtu, institucionet nuk i vizituan për asnjë moment. Po, çështë qytetarët më shumë na kanë vizituar, na kanë përshëndet, kanë apo Bajram, po jo dikush që është kompetent me orë më na përshëndet jo, askush. Kamionët që këta i kishin lënë në rrugë i larguan pas kërkesës nga policia e Kosovës. E në Shqipëri po qëndron edhe kolegu im nga redaksia e sportit Valon Konushevci, me cilin do të realizojmë një lidhje direkte. Nëse kemi në lidhje, përshëndetje Valon. Përshëndetje do njëta nga Tirana, më konkretisht nga stadiumi kombëtar këtu në Tiranë, ku në këto momente kombëtarja e Shqipërisë është duke zhvilluar seancën e fundit e stërvitore para ndeshjes së nesërme kundër Serbisë. Ne ishim për disa minuta brenda seancës stërvitore dhe atmosfera në ekipin kombëtar duke mjaft e mirë, mjaft pozitive, ishin lojtarët e qetë duke treguar edhe një herë profesionalizmin e tyre dhe me gjasi kanë lënë edhe anash emocionet dhe po mendojnë vetëm për fitore. Para kësaj seance stërvitore në konferencë për media doli trajneri i Shqipërisë, selektori Silvinjo, bashkë me kapitenin Berad Gjimshiti. Silvinjo tha se objektiv i vetëm i Shqipërisë është fitoria kundër Serbisë, sidomos duke marrë parasysh faktin që me një fitore eventuale Shqipërisë do t'i rriteshin bukur shumë gjasat për kualifikim në kampionatin botëror, më konkretisht për vendin e dytën në grup, duke besuar, duke parë Anglinë si favorite të këtij grupi. Në anën tjetër edhe kapiteni i Shqipërisë, Berad Gjimshiti, është shprehur optimist para kësaj përballje, duke bërë të qartë se objektiv i kuqëzimeve është vetëm fitoria përballë Serbisë. Ai tregoi që edhe të bashkëlojtarët e tij atmosfera është mjaft e mirë dhe se tashmë
janë të përqendruar vetëm të dueli nesër me shpresën që ta arrin fitoren e madhe për ti shpërblyer gjithë tifozët për sakrificat e kahershme të tyre. Ndërkohë që gjatë konferencës për media kur jemi te Berat Gjimshiti, vlen të përmendet se aty ishin edhe disa gazetarë serb, natyrisht kishte më pak në konferencën e Shqipërisë se sa në konferencën e trajnerit serb, por në një moment një nga gazetarët i bëri një pyetje, nëse mund të themi provokative, kapitenit të Shqipërisë, duke pyetur se si janë emocionet në familjen e tij, siç tha ai, me qenë se bashkëshortja e juaj është me origjinë serbe. Mirë po Gjimshiti u përgjigj me gjakftotësi, duke u përgjigjur se këtu ka ardhur për të folur për futbollin dhe jo për jetën e tij private. Ndërkohë, kur jemi te këtu detaje, më lejoni ta theksoj edhe një detaj tjetër interesant, kur Silvinjo u pyeti në lidhje me raportimin e një media serbe e cila kishte arritur që të filmonte në mënyrë të fshet një seancë stërvitore të Shqipërisë midis Tiranës dhe kishte dalë me tituj bombastik se kemi arritur ta shpionojmë Shqipërinë të kombëtarja serbe në lidhje me taktikat që ata po i përgatisin për këtë ndeshje. Por Silvinjo tha se ata nuk kanë pasur se çka të marrin, se çka të mësojnë nga kjo stërvitje, duke theksuar se sikur se Serbia që ka përcjell 5 apo 6 ndeshjet e fundit të Shqipërisë, të njëjtën gjë ka bërë edhe Shqipëria. Sidoqoftë Silvinjo ishte i qartë, objektiv i vetëm është fitoria dhe për këtë kam punuar maksimalisht. Një lajm tjetër i mirë dhe shpresdhënës është fakti që pas një kohe të gjatë në Shqipëri kemi një kombëtare pa mungesa. Pra, të gjithë lojtarët që janë ftuar dhe që i duhen Silvinjës për këtë përballje do t'i ketë në dispozicion nesër për pos tifozë kuqezi që fatkeqësisht nuk do të jenë të pranishëm si zakonisht në tribuna për arsye që tashmë dihen që disa javë, por ndeshën do ta përcjellin nga monitori në njërin nga sheshet e Tiranës. Para stërvitjeve të Shqipërisë dhe para konferencës së kombëtarës së Shqipërisë, edhe Serbia zhvilloi seancën e fundit stërvitore në Air Albania, dukeshin të relaksuar të qetë futbollistët serb, po ashtu edhe në konferencë për media u paraqit selektori serb Dragan Stojković bashkë me futbollistën e njohur të Serbisë Aleksandar Mitrović. Futbollisti serb tha se kanë kaluar 9 vite nga ndeshja e famshme e zhvilluar në Beograd me rastin e dronit të famshëm dhe se tashmë gjërat kanë ndryshuar. Ai tha se në Shqipëri ka ardhur vetëm për fitore me ekipin e tij. Kur u pyet për rastin në Beograd, ai tha se kujtime më të mira ka nga ndeshja e dytë me Shqipërinë, pra nga ajo që ishte zhvilluar në Elbasan, ndërsa nuk donte të komentonte diçka nga ajo ndeshja e parë. Kurse trajneri i Serbisë Dragan Stojković konferencën e nisi me një fjalë shqipe, duke ju thënë gazetarëve mirë dita, e pastaj edhe i uroi të gjithë besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit, për të vazhduar pastaj me konferencën me deklaratat e tij për ndeshjen e nesërme. Por në fund ai e mbylli konferencën po ashtu me fjalë në gjuhën shqipe, faleminderit. Sa i përket ndeshjes, Stojković tha se Shqipëria ka lojtarë shumë të mirë, i përmendi disa nga ata si Gjimshitin, Hoxhën, Brojën, portierin Strakosha, por tha se Serbia ka ardhur me objektiv të qartë në Tiranë. Nuk ka ardhur për ndonjë barazim, po për fitore. Për të arritur fitoren, Stojković tha se Serbia duhet të luajë shumë mirë. Pas këtyre përgatitjeve teknike dhe profesionale, e pam që pas ka pasur tendenca nacionaliste nga disa mediume brenda konferencës për shtyp, po si është që nuk janë një lajm i ri ky se ndodhin gjithmonë, sidomos nga Serbia, po si është atmosfera jashtë stadiumit, është thënë që ka masa të rrepta sigurie, ka tifos që kanë dalë në rrugë qysh tani për të festuar, ka pas shumë të tjerë, sidomos nga Kosova që janë ankuar se nuk kanë pas qasje, apo nuk i është rënë shorti për të marrë bileta. Si është atmosfera në rrugët e Tiranës?
është ditë feste edhe në Tiranë. Sot kanë qenë ditë pushime për gjithë punëtorët e Tiranës, kështu që atmosfera në Tiranë ishte e qetë si çdo në fakt më e qetë se ditëve tjera të zakonshme. Kishte shumë pak qytetarë në për sheshet e Tiranës, janë vretur forcat policore, siguria vërtet është e lartë. Edhe pse në për rrugët e Tiranës nuk shihen ashtu policë të uniformuar si që shtën 2500 forca nuk shihen të janë diku në Tiranë, por me gjithatë lëvizjet të policisë, sidomos rreth stadiumit e Vrerë. Nuk ka as rrugë të bllokuara atë shumë në për Tiranë. Për shembull, në këtë moment ne po paraqitemi pranë stadiumit dhe po shohim qytetarët të Tiranës duke lëvizur këndej, duke shëtitur këndej nga stadiumi, ndërsa policët vetëm po monitorojnë situatën dhe gjithçka është në rregull. Nuk vrehet diçka më speciale. Pa dyshim që nesër do të zhvillohet ndeshja, sigurisht që dhe nesër ne do të kemi komunikim me ju për të parë atmosferën reale, pikërisht në ditën e kësaj ndeshje dhe normalisht i urojmë Shqipërisë fitore. Faleminderit Valon për këtë paraqitje. Faleminderit. Dhe tani shkojmë në SBA, atje ku janë prishur raportet e dy miqve të dikurshëm, Elon Musk dhe Donald Trump, dhe madje njëri me tjetrin nuk po kursejnë sa i përket akuzave. Dhe këtë po e bojmë pikrisht në platformën që udhëhiqet nga Musk, X. His name is Elon Musk. Gjatë fushatës në Pensilvani u pa shumë i lumtur me kandidatin që po e mbështeste. Dashuria për tani presidentin Donald Trump, miliarderit Elon Musk, vetë se ju shtua pasi republikani fitoi zgjedhjet. Madje më 7 shkurt të këtij viti, deklaroi publikisht se dashuron Trumpin aq shumë sa një heteroseksual mund ta dojë një mashkull tjetër. E deri para 6 ditësh, Musk ishte pranë presidentit në një paraqitje të tij nga zyra ovale në shtëpinë e bardhë. Por romanca e tyre më në fund u thye, kur pronari Teslas doli kundër një legjislacioni për tarifa dhe taksa deficitare që Trump e prezantoi në Kongres. Personi më i fuqishëm në botë akuzoi Musk se s'kishte probleme të, derisa e kuptoi se do i prekën edhe makinat elektrike. He actually went up in campaign for me. Elon më dha një mbështetje shumë të fortë. Ai madje doli dhe bëri fushat për mua. Mendoj se do të kisha fituar edhe pa të. Eloni dinte mirë mekanizmat e këtij projektligji, më shumë, më mirë se pothuajse kushdo tjetër këtu, më mirë se ju. Ai dinte të gjitha detajet, nuk kishte asnjë problem me të, por papritmas pati një problem. Dhe zhvilloi këtë problem vetëm kur mësoi se do të na duhej të shkurtonim detyrimin për makinat elektrike sepse bëhej fjalë për miliarda dollar. Kësa ju kundër përgjigj Musk duke mohuar se dinte diçka për projekt ligjin. Madje tha se pa të, Trump do të humbte ndaj Kamala Harris. Për mua, Trump do të kishte humbur zgjedhjet, demokratët do të kishin kontrollin e dhomës dhe republikanët do të ishin 51-49 në Senat. Çfarë mosminjohje? Pa kohë pas kësaj, ai eskaloi duke akuzuar presidentin për përfshirje në dosjet e Jeffrey Epstein, që akuzohet për trafikim seksual e pedofilizëm. Trump është në dokumentet e Epstein. Kjo është arsye që nuk janë publikuar ende. Pash një ditë të bukur, Donald. Më pas, kushtoi se tarifat e presidentit amerikan do të shkaktojnë recesion në pjesën e dytë të vitit. Teksa Trump ju kundër përgjigj duke thënë se ai u çmend, pasi ky ja ndali parat për makinat elektrike që askush si donte. Sipas gazetës Politico, këta të dy do të zhvillojnë një bisedë telefonike gjatë së premtës. As you can see, I'm not just MAGA. Kthehemi në vend dhe flasim për një 25 vjeçar që ka vdekur të premtën në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku po trajtohej si pasojë e lëndimeve të marra në aksidentin e trafikut të 18 majit në Posk të Prizrenit. Lajmi u konfirmua nga zëdhënësi policisë në Prizren, Shaqir Bytyqi, ai ka njoftuar se informatën për vdekjen e Epi këtë e kanë marrë nga QKUK-ja në mëngjes të së premtës. Për këtë informacion është njoftuar edhe prokurori kujdestar dhe me urdhër të tij trupi i pajetit të ndjerit është dërguar për obduksion. Në aksidentin e njëjtë në vendngjarje kishte vdekur edhe një 19 vjeçare. Një aksident tjetër ka ndodhur mëngjesin e hershëm të kësaj të premte në Çaklavic, ku një vetur ka përfunduar në një dyqan. Rastin e ka konfirmuar policia e Kosovës, ndërkohë kanë njoftuar se një person është lënduar. Sipas zëdhënësës Flora Ahmeti,
Me këtë aksident po merret njësit i trafikut në kuadër të policisë të Kosovës. Dërgaq në qires të Skënderajt, një 19 vjeçar dyshohet se ka tentuar ta vrasë një të ri pas një përleshje fizike. Mësohet se viktima është terur 6 herë me thikë, ndërsa rasti është cilësuar si vrasje në tentativë. Viktima pasi ka marrë tretmanin fillestar në Skënderaj, është dërguar me urgjencë në spitalin në rajonal të Mitrovicës, më pas në QKUK në Prishtinë për shkak të plagëve të rënda në trup. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësi të hetimore të policisë së Skënderajt dhe të hetimeve rajonale në Mitrovicë, të cilat kanë gjetur njolla gjaku, një thikë që mbyllet që dyshohet se është arma e krimit, një pjesë pushke gjuetie, shkop druri dhe bish lopate, të cilat janë sekuestruar si prova materiale. Raportohet se i dyshuari është F.G, 19 vjeçar, i cili u arrestua nga policia dhe në dëshminë e tij ka thënë se kishte një konflikt të mëhershëm me viktimen. Veti dyshuari ka psuar lëndime trupore dhe është dërguar për trajtim të mëtutjeshëm. Me urdhër të prokurorit, ndaj të dyshuarit është iniciuar rasti si vrasje në tentativë dhe i njëjti është ndaluar për 48 orë. E me këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion informativ të kësaj dite. Gjithë ju që ndatë këto momente me ne për të informuar, faleminderit, mirë mbetëshi.